vitet 1991-1992. Atëherë elita politike shqiptare, që ishte PS-ja dhe PD-ja, madje kur është miratuar ligji 7501, PS-ja ende nuk ishte formuar, ishte akoma PPSH-ja. Pra PPSH-ja dhe PD-ja në parlament. Ata kanë dashur të pajtojnë dy realitete historike. E para ishte fshatarësinë, sidomos e zonave të ulësirës perëndimore, që ka qenë edhe shumica e fshatarësisë, që ishin fshatarë ose pa tokë, historikisht ose me pak tokë. Dhe reforma agrare do ishte një reformë demokratizuese, pra që e çonte tokën ai që e punonte. Por ka qenë një ide, le të themi, që diskutuar që në kohën e Zogut. Mirë, por nga tjetër ishte problemi i ish pronarëve, pronarëve me dokumentat e vjetra, dhe këtu joja që i latifondizëve, pra i bejlerëve, se ata nuk u morën seriozisht paktën në fillim. Por i pronarëve të mesëm, i pronarëve të vegjël ose atyre të paktën që nuk përfitonin drejt për drejt nga ligji 7501. Dhe për të kënaqur edhe të dytët, në 92-93 mos gaboj, krijohet ideja që pronarët e vjetër mundet aty kur nuk është shpërndarë ende toka me 7501 të marrin hisën e tyre ose të kompensohen gjetiu. Flasim gjithmonë për pronën rurale, për pronën në fshat. Tani problemi është që një pjesë atyre pronave rurale me urbanizimin e vrullshëm u bën troje ndërtimi. Pra 7501 ka vlerëtur dhe logjikisht vlen vetëm për pronën në fshat. Pra nuk është për pronën në qytet. Për pronën në qytet vlente një ligj për kthimin te pronari i vjetër. Mirë, po çfarë ndodh? Urbanizimi bën që toka që deri dje konsideroheshin bujqësore të jenë pjesë truall ndërtimi, për shembull rasti Kamzës i Bathorës që kanë qenë ferma të mëdha. Dhe përmbi këto dy realitete që elita e vjetër politike donte t'i pajtonte dhe nuk i pajtoi dot, edhe për faktin që ende sot që flasim, shumica e tapive nuk janë dhënë ende, edhe atyre që kanë fituar me 7501 nuk janë dhënë ende. Pra, praktikisht janë përsëri toka të kontestueshme midis atij që duhet ta kishte marrë në 91 dhe atij që e ka pas që në kohën e Zogut. Vjen dhe realiteti i ligjit legalizimeve që përpiqet të njohë, po themi, një fenomen tri social, që janë njerëzit që vinë nga zona të ndryshme të vendit dhe që ndërtojnë në periferi të qyteteve dhe ndërtojnë jetën e tyre aty. Tani problemi i ligjit e legalizimeve është se ka ende shtëpi që janë ndërtuar në vitet 90, ka ende njerëz që kanë aplikuar 20 vite më parë për të legalizuar shtëpinë e tyre dhe nuk marrin dokumentin e legalizimit, sepse sot të marrësh dokumentin e legalizimit, dhe nuk po flas për ndërtesa të mëdha, për pallate, po flas për një shtëpi për të futur kokën, ti duhet paguash çimet e kokës, që të marrësh dokumentet, ose duhet ti shërbesh partisë në pushtet me 10 ose 100 vota në mënyrë që ata të t'japin këtë lloj dokumenti. Dhe përmbi këtë, që unë besoj që në fillimet e veta është produkti kaosit, produkti pa aftësisë, edhe i nevojës për të gjetur një lloj kompromisi, pastaj lindin këto ustallojqet e tjera që është ligji për investime strategjike, paketa e maleve që duke përfituar nga kaosi, që është kaos edhe social, edhe i aspektit legjislativ, duan një thonjza ta zgjidhin kaosin duke thënë, pse zjeni ju dy? Le ta marrë oligarku tokën tuaj.